Afro një vit e gjysmë pas ngjitjes në krye të Partisë Demokratike, Lulzim Basha arriti të formësojë një forcë politike që mban firmën e tij, por edhe vulën e Sali Berishës si lider shpirtëror. Kupola e re drejtuese, sekretari, nënkryetarët e deri tek përbërja e kryesisë janë dëshmia e një partie të re demokratike. Heshtja jo e natyrshme e Berishës pas këtij procesi themelor për një forcë politike flet për bekimin që ai i dha Lulzim Bashës për të finalizuar atë që nisi 23 korrikun e 2013-s. Një parti politike të drejtuar nga Lulzim Basha, të përbërë nga njerëz besnik të Sali Berishës, jo thjesht brenda familjes së tij politike, me njerëz që kur nuk kanë tentuar apo do të tentonin të dilnin kundër liderit, dhe si lustër një numër i madh të rinj me ethe karrierizmin politik. Pas këtij operacioni radikal, që la pasdere i shyet e qeverisjes 8 vjeçare të Partisë Demokratike, pikpyetjet lidhen me reagimin e këtyre të fundit. A do t'i nënshtrohen ata Lulzim Bashës si lider, një kupole të re që i shesit përjeshtuarit e mëdhenj, që nuk i konsideron më, apo më keq akoma, i vesh me fajin e humbjes më 23 qershor? A mund t'jetë më kjo Partia Demokratike e Jozefina Topallit apo Astrid Patozit? Vet Lulzim Basha tregoi se ka qenë i qartë në këtë pikë. Zgjedhja tashmë është e tyre, nëse do të pranojnë të jenë pjesë e një bashkëjetese të pamundur, apo zgjidhjen do ta gjejnë jashtë gardit si pjesë e një filozofie të re politike. Kush ka një gjë për të thënë, le të mos hesht. Edhe në pas thjesht një batut, mos ta kursej. Kush ka një ide në kokë, le të dalë në shesh dhe ta mbroj. Po edhe në i vjen në mendje veç një motiv apo dy nota, le të luaj apo le të këndoj. Kush ka një projekt, le ta zhvilloj dhe ta nxjerrë në treg. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në 30 minuta. Këtë të diel Partia Demokratike përmbylli, po themi, procesin zgjedhor për zgjedhjen e strukturave drejtuese të saj, kryesinë, sekretariatet, por edhe departamentet. Ka shkaktuar mjaft debate, kryesisht në media, pikërisht këto zgjedhje në Partinë Demokratike, të rinj që janë ofruar kësaj force politike, por edhe shumë për atyre të vjetërve që nuk janë më pjesë, po themi, e kupolis drejtuese të partisë, në kryetar, sekretar apo në poste të tjera. Unë kam sonte të ftuar në studion e 30 minuta deputetin e Partisë Demokratike, njëherësh së fundmi edhe sekretari marrëdhënieve me jashtë, zotin Gerdi Bogdani. Unë ju falenderoj që jeni në studion time. Në fakt, ky post nuk ka qenë i parashikuar nuk e kemi parë në fakt në listën e fituesve, po themi, si funksionon. Faleminderit për ftesën. Posti i sekretarit të marrëdhënieve me jashtë të Partisë Demokratike nuk është një post për cilin garohet, prandaj nuk ishte ditën e diel në listën e pozicioneve garuese, sepse është tagër i kryetarit të partisë për caktimin e sekretarit të marrëdhënieve me jashtë. Zoti Bogdani, në tërësi, në këndvështrimin tuaj dhe me vlerësimin që i bët gjithë këtij procesi zgjedhor në Partinë Demokratike, sa demokratik dhe transparent ka qenë ai? Media ka folur shumë në lidhje me këtë çështje, edhe spekulon nganjëherë. Rëndësi ka që spekulimi mbetet tek mediat, dhe siç e thatë pak më parë, ka pasur shumë debat, sidomos në mediat e shtypur, mediat e shtypur dhe mediat vizive. Pra debati ka qëndruar në këtë arenë, le të themi, dhe nuk ka pasur debate tjera siç shoqërojnë zakonisht zgjedhjet brenda partisë, që janë me debate të forta dhe të ashpra brenda partive politike. Kemi parë këto 23 vite pafund. Shere, përçarje, edhe grushta kemi parë, apo karrige të thyra kanë përshtypjen në kongresi i fundit i Partisë Socialiste, por në këtë rast debati mbeti tek mediat. Kjo është gjë e mirë, ky është lajmi i mirë, dhe për sa i përket transparencës, kam përshtypjen që ishte një proces shumë transparent, më se transparent, një proces që kishte një garë shumë të fortë, një garë që për disa nga departamentet apo disa nga sekretariatet u vendos tek votat e fundit, sepse diferenca ishte shumë e vogël, 3 apo 4 vota, pra gjëra që ndryshuan deri në moment të fundit, dhe një proces që u transmetuar live nga të gjitha mediat, domethënë ka pas mundësi kush donte ta transmetonte, ka pas sinjalin live në transmetimit. Dhe kjo gjë kam përshtypjen ka ndodhur vetëm në zgjedhjet e 2011-s për kryetarin e bashkisë, kur çdo shqiptar pati mundësinë të shifte votën Basha apo tek Tuk dhe Rama, kështu që është një proces shumë transparent, një garë shumë e fortë. Dhe në finale kemi produktin më të mirë të mundshëm nga këto zgjedhje? Gara, kur ka garë, produkti është gjithmonë ai më i miri. Për sa kohë ka garë, për sa kohë ka lobim, për sa kohë ka konkurrencë, produkti është gjithmonë i mirë. Dhe për sa kohë garë është transparente, produkti është shumë i mirë. Pa diskutim nuk mund thuash asnjëherë më i miri, sepse e mira nuk ka fund, dhe Partia Demokratike ka pafund
asete apo individ që janë përbën asete të saj, por cilët janë ende pjesë drejtuese e Partisë Demokratike dhe pjesë shumë e rëndësishme e thelbit dhe palcës Partisë Demokratike. Në kryesinë e partisë, por edhe në sekretariate dhe departamente nga lista që pam njëherë pas zgjedhjeve janë ofruar, duhet të thënë, shumë element të rinë Partinë Demokratike. Gjykoni se kontributi i secilit prej tyre ka qenë i tillë në forcën tuaj politike që do duhet ngjiteshin, po themi, kaq lart dhe në një kohë kaq shkurtër? Hapja e Partisë Demokratike ose hapja e çdo partie është cikël ky? Është patjetër cikël, sepse në momentin që e hap partinë, e hap për ata njerëz që kanë dhënë kontribute më parë në jetën e tyre, qoftë intelektuale apo profesionale, dhe tashmë vinë të japin kontributin e tyre në parti. Në mënyrë indirekte apo direkte, pjesa më e madhe e tyre kanë qenë gjithmonë të angazhuar me Partinë Demokratike dhe kanë ndihmuar Partinë Demokratike në faza të ndryshme, qoftë gjatë qeverisjes apo qoftë gjatë një viti e gjysmë opozit. Kështu që gjitja sot në ato shkallë nuk çudit fare, për sa kohë ka të bëj me garë. Në qoftë se do e kishte marrë kryetari i partisë dikë, X-in apo Y-in, ta merrte nga rruga dhe ta vendosin në kryesinë e Partisë Demokratike, atëherë po do të kishim shumë diskutim për të bërë. Por për sa kohë X-it i është dhënë mundësia për të kandiduar brenda në Këshillin Kombëtar, për ata që ishin anëtarë të Këshillit Kombëtar, dhe më pas për kryesinë e Partisë Demokratike, pra departamentet apo sekretariatet, është një votë që marrin nga anëtarësia e Partisë Demokratike dhe është në sajt lobimit tyre, në sajt influencës dhe në sajt do të thoya edhe të figurës publike që kanë formuar këto kohë të fundit. Partia Demokratike në 2005 kujtoi se eksperimentoi, po themi, suksesshëm me Komitetin e Orientimit Politikave. Kemi një ripërsëritje të tij, po shohim të njëjtën situatë. Nuk do ta quaja ripërsëritje, do ta quaja vazhdimsi. Procesi i Komitetit të Orientimit Politikave nuk mbaroi me fushatën parazgjedhore të 2005-s, nuk mbaroi me zgjedhjet e 2005-s, ishte një proces që vazhdoi. Pjesa kryesore e anëtarëve të KOP-it u angazhuan në qeverisin e vendit, një pjesë tjetër vazhdoi jetën e tyre profesionale, intelektuale, duke ndihmuar Partinë Demokratike në distancë, dhe një pjesë shumë pak mbetën në fakt, duhet të thënë, nga KOP-i, në politikë dhe në Partinë Demokratike. Absolutisht, jo, ka një numër shumë të madh, mund mos jenë figurat që media shfaq më shumë, por numri është goxha i lartë. Është gjë tjetër se kush del më shumë publik dhe është gjë tjetër kush punon më shumë background ose kush ka një pozicion të parë drejtues apo kush ka një pozicion të dytë drejtues. Dhe do të thoya që ishte një hap i suksesshëm 2005-ën që vazhdoi gjatë gjithë qeverisjes së Partisë Demokratike, nuk përfundoi në 2005-ën. Pati gjatë çdo mandatit të saj qeverisjes, pati ripërtëritje dhe thithje të intelektualëve të rinj. Kështu që kjo është thjesht, do të thoya unë, një fazë tjetër e këtij procesi dhe një vazhdimsi e këtij procesi. Dhe në një analizë që ju i bëni pikërisht kryesisë, sekretariateve apo departamentit, sekretariatet ku ju dhe vetë jeni pjesë, sa e garantuar, po themi, është harmonia e brendshme mes të vjetërve dhe të rinjve në Partinë Demokratike, zoti Bogdan? Kam përshtypjen që është goxha e ekuilibruar, sepse po të shihet edhe vetë lista e kryesisë Partisë Demokratike, që sot është një kryesi shumë e madhe se çka qenë përpara, rreth 40 veta, dhe nuk janë vetëm kryetarët e departamenteve ato sekretariateve që u zgjodhen ditën e diel anëtarë të kryesisë, por janë kryetarët e komisioneve parlamentare, nën kryetarët e komisioneve parlamentare aty ku opozita mban në kryetarin, apo anëtarët e kryesisë grupit parlamentar. Dhe do të thoya unë që ndërthurja është goxha optimale, goxha e ekuilibruar, dhe dua të theksoj një gjë që e kam thënë shpesh, por kam përshtypjen jo shumë pak e thot. Zakonisht në Shqipëri në përgjithësi, jo vetëm Partinë Demokratike, edhe në Partinë Socialiste, edhe në partitë e tjera, në politikë në përgjithësi dhe në Shqipëri në përgjithësi, nuk ka një luftë brezash. Nuk ka, për mendimin tim, të paktën, nuk ka një luftë mes të vjetërve dhe të rinjve. Për mendimin tim ka një luftë mentalitetesh. Mentalitetet vjetra kundër mentaliteteve të reja. Mund të jesh shumë i vjetër në moshë, por ke një mendje shumë të hapur dhe një mentalitet shumë të ri, ndërkohë që mund të jesh shumë i ri në moshë, por je shumë mendje mbyllur dhe shumë vjetruar në mentalitet. Kështu në këtë aspekt nuk shoh një përplasje brezash dhe ka një ekuilibër. Dhe për më tepër ka dhe një pjesëmarrje goxha të lartë të zonjave dhe të barazisë, pra një hap përpara drejt barazisë gjinore. Kjo që thoni ju është e vërtet, por nganjëherë partitë politike ose ata që vinë në pushtet në një forcë politike duket sikur harrojnë kontributet. Media sot ka folur, po dhe këto ditë të fundit, shpesh për disa nga personalitetet kryesore, po themi zoti Patozi, zonja Topalli, që nuk janë përfshirë fare në kryesinë e Partisë Demokratike. A ka një handicap këtu? A i shkon Partisë Demokratike që të mos ketë më këta personazhe në kryet vetë? Partia Demokratike absolutisht ta personazhe i ka në kryet vetë.
zonjës Topalli nuk i nevojitet një titull kryetare departamente apo sekretariati për të qenë në krye të Partisë Demokratike, është një nga figurat në kryesi është një nga figurat kryesore të Partisë Demokratike dhe të historisë së Partisë Demokratike dhe si ajo shumë të tjerë. Për mendimin tim është e natyrshme që ndodh kështu me këtë përbërje të re të kryesisë, nuk mund të kërkosh ish nën kryetarit të Partisë Demokratike apo kryetarit të grupit parlamentar apo kryetares të kuvendit të aplikojë për një departament, dhe të jetë shefe një departamenti, ndërkohë që ka qenë kryetare e 140 deputetëve të PD-s, PS-s, LSI-s, PDU-s e të gjithë të tjerëve me radhë. Pra, në këtë sens nuk do shkonte. Kryesia. Por kryesia është e përbërë nga shefat e departamenteve dhe sekretariateve dhe rrjedhimisht ka lënë disa prej këtyre emrave jashtë. Është ndjekur një filozofi tjetër, thoni ju? Jo, nuk është ndjekur, është një filozofi e re në riorganizimin e partisë, paralel me mënyrat e organizimit të partive tona si motra europiane, por ajo që do të thotë është fakti që ish kryeministri Berisha, lider historik i Partisë Demokratike, nuk është antar kryesie, sepse nuk mund të kandidoj kursesi për një departament apo sekretariat apo në një nga pozicionet e tjera, nuk do të thotë që Sali Berisha nuk është më në Partinë Demokratike. Kjo do ju linte juve si media pa shumë argumente për të thënë që influenca e Berishës në PD apo influenca e Berishës në parti apo në politikë. Shumë mund mendoni që kjo mund të ishte si kleçk për të në mënyrë absolute jo, por ajo që ka rëndësi është që kjo është një kryesi funksionale, një kryesi me shumë prurje të reja, me shumë intelektual të rinj, me njerëz që kanë karrierë në fushat e tyre përkatëse dhe që kanë dhënë kontribute në Partinë Demokratike dhe që jam i sigurt që do të thonë se askush nuk do duhet ndihet i përjashtuar nga këto zgjedhje dhe në këtë histori? Absolutisht jo. Nuk mendoni se mund të ketë një reagim menjëherë pas këtyre zgjedhjeve, sepse është ende herët në fakt për të folur. Zakonisht reagimet vinë menjëherë. Si që thash, si që ju e hapët, reagimi vetëm ka qenë në media dhe kjo është shumë e mirë. Problemi për mendimin tim është, ose tregues është dhe fakti që nuk ka pasur asnjë reagim nga ana e Partisë Socialiste, pra kjo tregon që ka goditur kjo zgjedhje ose ky proces zgjedhjesh. Ka pasur pak një deklaratë dje mos gabohen të Partisë Socialiste. Megjithatë ka pasur një reagim zoti Bogdani. Zoti Rama ciceron gjithkohës në Twitter apo në Facebook, po për këtë ka mbetur pa fjalë. Kam përshtypjen mbase është akoma pa val në bunkerin që ishte para një jave, por sidoqoftë ka mbetur pa fjalë. Jo, janë përmendur fakt emra që sot janë pjesë e Partisë Demokratike dhe kanë qenë në krye disa institucioneve të pavarura gjatë qeverisë demokratike. Megjithatë kam një deklaratë, po themi, të shprehur në Facebook nga ish-kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë Jozefina Topalli, e cila në fakt ndiqeni vetë dhe do të komentojmë me zotin Bogdani. Zgjedhësit zgjedhin njerëz që më pas injorojnë arsyet pse janë zgjedhur dhe pastaj nuk mund të ankohen. Hillary Clinton. Në Shqipëri ndodh që të zgjedhurit të bëjnë eksaktësisht të kundërtën e arsyeve pse janë zgjedhur, por shqiptarët të paralajmërojnë se edhe të zhdukin, po i mashtrove, siç paralajmëruan më 22 nëntor. Ka qenë ky reagimi i zonjës Topalli vetëm pak minuta më parë, zoti Bogdani, ka lidhje me zgjedhjen në Partinë Demokratike apo me 22 nëntorin, protestën kundër Edi Ramës? Shumë filozofik si status, por kam përshtypjen që më shumë ka lidhje me protestën 22 nëntorit sesa me zgjedhjen në Partinë Demokratike. Nëse do kishte pas edhe një herë reagim për zgjedhjen në Partinë Demokratike, jam i sigurt që reagimi do vinte ditën e diel menjëherë pas momentit shpalljes listës në orën 11:30, savarësisht ka qenë, por kam përshtypjen reagimet do të ishin të atij momenti të menjëhershme. Por ajo që thotë zonja Topalli në këtë rast është shumë e drejtë dhe kam përshtypjen që çdo shqiptar që mund ta ketë friend në Facebook ose arrin ta lexojë dhe ta dëgjojë nëpërmjet jush, rezonon me këtë status, sepse kam përshtypjen sot shqiptarët ndjen të tradhtuar nga ato që le të themi zgjodhen në 23 qershor dhe nga ato që i detyruan të dalin në rrugë në 22 nëntor. Edhe për të përmbyllur zgjedhjen Partinë Demokratike e fundit, i trembeni ju një fragmentarizimi të mundshëm të partisë si rezultati atyre që mund të ndjehen të përjashtuar, e do të shkojmë publicitet më pas. Në mënyrë absolute jo, dhe kam përshtypjen 22 nëntori e tregoi këtë. Pra jo vetëm nuk ka fragmentarizim, por ka një mbi kompaksim dhe mbi një zgjerim Partisë Demokratike për shkak të asaj që kryeministri ka bërë gjatë një vit e gjysmë.
Vetëm pak sekonda publicitet, rikthehemi me zotin Bogdanin në studio. Jemi rikthyer në studion e 30 minuta, jemi me deputetin e Partisë Demokratike Gerti Bogdani. Kemi folur në pjesën e parë të emisionit për zgjedhjen e Partisë Demokratike, do të flasim për aksionin opozitar. Zoti Bogdani, gjykoni se ka ardhur koha për një rikonsiderim të raporteve të Partisë Demokratike me Parlamentin? Nuk e di nëse ka ndodhur tani në minutat e fundit që zoti Rama të jetë shprehur ndaj asaj që kemi propozuar, pra për pastrimin e Parlamentit nga kriminalë dhe gangsterët cilët i kanë grupin e vetë parlamentar, për një ndërmarrje të gjithë forcave politike që Parlamenti i arshëm të përfaqësojë shqiptarët dhe jo krimin e organizuar të një pakice shqiptarësh. Nëse ka pasur një reagim të tij këto minutat fundit. Jo, nuk informohemi në fakt që të ketë ndonjë. Atëherë do të kishte pasur një ndryshim qëndrimin ton. Për sa kohë zoti Rama nuk i përgjigjet kësaj kërkese, që është një kërkesë legjitime, një kërkesë që nuk e hedh gjithë fajin tek ai, sepse bëhet fjalë për një marrëveshje të gjithë forcave politike për të pasur një parlament më të pastër, më të denjë, një parlament ku bëhet parlamentarizëm, bëhen ligje dhe jo grushta dhe boks. Partia Demokratike nuk ndryshon në qëndrimin e saj. Për sa kohë zoti Rama nuk respekton shtetin ligjor, vendimet e gjykatave kushtetuese, pra duke mohuar opozitës të drejtën e vetë mbi kontrollin parlamentar dhe qeveritar, Partia Demokratike nuk ndryshon qëndrim. Në fakt, në lidhje me këtë, duket se është shprehur edhe kryeministri dhe Partia Socialiste e ka për detyrim që të zbatojë ato vendime të gjykatës kushtetuese, por ju kërkoni një mbikëqyrje ndërkombëtare në këtë marrëveshje të mundshme mes palëve politike. A keni mbështetje ndërkombëtarëve që kjo gjë të ndodhë në radhë parë dhe nga kontaktet që zoti Basha ka pasur me ta? Po pa diskutim që po, nëse keni parasysh. Do thotë janë të gatshëm ata të ndërhyjnë në një çështje të tillë? Kam përshtypjen që po, nëse keni parasysh rezolutën e miratuar dhe kaluar nga Partitë Popullore Europiane të 2 javë më parë, është një nga rezolutat më të ashpra që mund të drejtohet, që është drejtuar ndonjëherë Shqipërisë dhe rrjedhimisht kësaj qeverie që qeveris sot vendin, me një angazhim të drejtë për drejtë Partitë Popullore Europiane, por kam përshtypjen jo vetëm aq, do të jetë dhe Partisë Europiane Socialiste, për ta vënë në shina dhe këtë qeveri. Dhe është e padiskutueshme që mbështetja është, por një gjë që të vjen keq është që ne përsëri i drejtohemi ndërkombëtarëve për të bërë marrëveshje mes vetes, mes shqiptarësh, pavarësisht forcave dhe spektrit politik që i përcaktojmë, por në këtë rast kjo është e domosdoshme dhe është e detyrueshme sepse zoti Rama njihet si një njerëz që nuk mban fjalën apo premtimin. Është më se e qartë dhe e pakundërshtueshme ky fakt tashmë, sepse nuk mbajti fjalën për ato 1 milion shuplaka që quhen votues të tij në 23 qershor. Në të gjitha premtimet që i ka bërë gjatë një viti e gjys, nuk i ka mbajt asnjë premtim, pra nuk i ka mbajt, kur nuk i mban fjalën 1 milion shqiptarëve, nuk mund të mbajë fjalën opozitës së vendit. Prandaj duhet mbikëqyrja e ndërkombëtarëve dhe duhet garancia e tyre për të arritur një marrëveshje të tillë. Që është një marrëveshje shumë e rëndësishme jo thjesht për riktimin e PD-s në parlament sot, por është një marrëveshje shumë e rëndësishme dua ta theksoj edhe një herë këtë, për të pasur një parlament të denjë të quhet parlament nesër, sepse ky parlament është si është sot, do ta mbylli ciklin vet. Problemi është nëse ky parlament vazhdon të jetë i tillë dhe numrat atyre që kanë precedent penal dhe kanë kryer edhe dënime, kanë bërë burg për 1, 2, 3, 4, 5 vepra penale që janë vepra të rënda penale, nuk mund të jenë aty të përfaqësojnë qytetarin shqiptar, qytetarin e drejtë, të denjë, qytetarin që lodhet çdo ditë për të siguruar bukën e familjes së vet. Pra, për të arritur në një parlament të tillë, në mandatin e ardhshëm është e rëndësishme kjo marrëveshje sot, dhe nuk është e rëndësishme vetëm për riktimin e PD-s në parlament. Në fakt, bazuar edhe në protestën e 22 nëntorit, ku edhe fjalimet që u mbajtën atje apo edhe pakartat që mbajtën protestuese, duket se Partia Demokratike ka si kauzë edhe situatën ekonomike të vendit dhe është marrë dhe me këtë dhe qeveria ka folur këto ditë për gjetjen e një zgjidhje sa i përket kamatovonesave të energjisë elektrike. Dhe zoti Basha sot e konsideroi këtë si një arritje, po themi, të Partisë Demokratike dhe presioni që ajo ka ushtruar këshi qeverisë. A duhet ta lexojmë këtë si një sinjal që Partia Demokratike po i afrohet parlamentit, po ai kërkon, po themi, atë ardhjen në parlament? Jo, e thash, Partia Demokratike në çdo moment është e gatshme të rikthehet në parlament, sepse vendin e ka dhe duhet ta ketë në parlament. Gjatë një viti qeverisje të PS-s dhe të LSI-s dhe një viti opozitë të Partisë Demokratike, kemi qenë një opozitë shumë aktive. Në të gjitha ligjet dhe projektligjet, mbi të gjitha në buxhetin e shtetit, ku kemi dorëzuar 33 amendamente herën e kaluar për buxhetin 2014-s.
në rezolutën për marrjen e statusit të vendit kandidat. Në kërkesën për komisione hetimore parlamentare cilët nuk janë dhënë pavarësisht të drejtës kushtetuese. Pra Partia Demokratike ka qenë një opozitë shumë aktive gjatë kohës që ishte në parlament. Dhe Partia Demokratike do donte të ishte në parlament. Problemi është ajo që diskutuam pak më parë dhe kushtet pse nuk jemi sot në parlament. Kështu që për sa kohë këto dy kushte, nëse do t'i quajmë kushte, nuk diskutohen apo nuk plotësohen, atëherë nuk mund të flasim për... Që do të vazhdoni me protesta popullore dhe me veprime të tjera që janë jashtë parlamentit? Patjetër. Dhe për sa i përket tërheqjes kryeministit, nëse do ketë realisht një tërheqje të tij për burgimet e padrejta, do të thotë, burgosjet e padrejta, do të thoja unë se për sa kohë janë selektive janë të padrejta qytetarëve shqiptar. Në qoftë se ka një tërheqje për këtë, është pikërisht protesta e 22 nëntorit. E thirrur nga opozita, por e mbështetur jo thjesht nga demokratët, e mbështetur nga çdo qytetar shqiptar që e vuan sot këtë keqqeverisje. Dhe ka një gjë, shqiptarët e kanë treguar 23 vite më parë që mund të rrezojnë sisteme, pra me forcën e zërit tyre mund të arrijnë një ndryshim, por e treguan dhe një vit më parë me armët kimike. Ishin shqiptarët që dolën në shesh, të djathtë të majt me parti apo pa parti, të cilët e detyruan kryeministit i thotë në fund fare jo armëve kimike. U bë gazi i botës me partnerët e vet ndërkombëtar, pasi kishte thënë një herë një po, ju bind populli tik, kështu që dhe protesta e 22 nëntorit këtë rëndësi kishte dhe këtë dhe numri tejet i madh, sepse duhet thënë dhe duhet theksuar që ka qenë protesta më e madhe opozitare në 23 vitet e fundit, dhe thash jo thjesht për merit Partisë Demokratike, por për merit edhe të keqqeverisjes së zotit Rama, tregon që populli mund ta bëjë kryeministin të tërhiqet një hap mbrapa. Por unë shpresoj që t'i qëndroj kësaj gjëje, kur bëhet fjalë për kamat vonesat, dhe shpresoj dhe uroj që t'jetë i drejtë në këtë aksion ti. Jo që një drejtor i OSHE-s, siç janë dy rastet që Partia Demokratike ka denoncuar javën e fundit, ai i Fierit, që ka mbështyer mbas 5 ditësh heshtje të paktën e dha dorëheqjen, apo rasti i fundit që denoncoi zoti Basha gjatë mbledhjes kryesisë dietë Partisë Demokratike, rasti i drejtorit OSHE-s të Tropojës, që për vete e vjedhin energjinë, ndërkohë fusin në burg 17-vjeçaren që s'kishte drita për të mbajtur vëllezërit e motra, një 17-vjeçare jetime, apo një qytetar tjetër. Kam përshtypjen ndodhin dhe nuk do duhet njollosin një qeveri apo një forcë politike, sepse këta element ekzistojnë mes nesh, apo jo? Këta elementi ka vendos kjo qeveri në ato pozicione drejtuese. Këta element nuk duhet të jenë. Çështja është mos i mbroj edhe në rastin kur konstatohen gjëra të tilla. Këta element nuk duhet të jenë. Megjithatë, më fal. Me që po flasim për këta element. Këta element, rasti i zonjës drejtorisë arsimore në Lushje. Nuk ra nga qielli, e vendosën këta aty. Pra nuk mund flitet që qeveria nuk mund të mbajë përgjegjësi. Dhe zoti Rama tha që është vetëm Maja e Esbergut, ka dhe histori tjera. Zoti Rama ka përshtypjen thashë LSI-sta nuk është e jona. Zoti Bogdani, megjithatë kjo histori ku opozita do të vazhdojë të protestojë, mos rikthehet në parlament, do duhet të ketë një fund, sepse ka dhe një rregullore të parlamentit që flet për djegje mandatesh. Cila do të jetë qasja juaj, çfarë do të bëni në lidhje me këtë? Në një vend ka gjithmonë një qeveri që ndron, por ka gjithmonë një opozitë që është konstante. Pra opozita në një demokraci është gjithmonë konstante, ekziston aty. Vendet e vetme ku ka qeverisje pa opozitë janë Rusia, Bielorusia, Gjeorgjia, modelet që kam përshtypjen zoti Rama i ka qef sot, sepse janë modelet cilët i ndjek. Saakashvilin e Gjeorgjisë ka këshilltar në reformat e tij. Modeli i Putinit apo i Lukashenkos Bielorusi kam përshtypjen i pëlqen. Që zoti Rama i pëlqen një parlament pa opozitë, do të thotë që nuk i pëlqen demokracia. Që do ju e lini topin në portën e zotit Rama dhe të majorancës. Sepse ata që e kushtëzuan daljen nga parlamenti janë në grupin parlamentar të zotit Rama. Deputeti që goditi zotin Strazimiri është deputet i zotit Rama. Topi nuk ka se si mos tjetë në portën e zotit Rama. Dhe në qoftë se zoti Rama ka vullnet dhe ka dëshirë që të qeverisi Shqipërinë në të mirë të Shqipërisë dhe shqiptarëve, atëherë duhet marri një hap konkret përpara. Zoti Bogdani, ju falenderoj shumë që ishin 30 minuta për të folur lidhje me zhvillimet politike. Ishim me deputetin e Partisë Demokratike, njëherë sekretar për marrëdhëniet me jashtë në këtë forcë politike, Rishtazi, Gerdi Bogdani. Ju falenderoj dhe ju që ishit me mua sot në studion time. Bashkë do të shihemi nesër në të njëjtën orë. Mirupafshim.